Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar avokatin Sami Zeka nga Pensilvania. Do të analizojmë situatën e krijuar në lidhje me emigracionin e palishëm në Minnesota. Ai është edhe një avokat i çështjeve të migracionit, por dhe situatat dhe çfarë duhet të dinë emigrantët shqiptar, të cilët mund të ndodhen në situatat paqarta kundrejt veprimeve më të fundit të ICE dhe rreptësisë me cilën po ndiqen problemet e emigracionit. Zoti Sami, mirë se erdhët. Faleminderit zoti Floqi, është kënaqësi dhe një jemi në ambientet e Albanian TV of America. Atëherë, në mediat amerikane është këto ditë e fundit apo javët e fundit po shohim rastet të ndërhyrjes me forcë të forcave të ICE për të luftuar emigracionin e palishëm. Në parimet thonë që përpiqen të nxjerrin jashtë Amerikës, sidomos ata emigrantë të cilët kanë çështje ligjore ose janë emigrantë kriminalizuar. Si e shihni ju panoramën që është krijuar ditët e fundit në Minnesota? Ky është me të vërtetë, zotë Floqi, një bisedë që mund të vazhdojë me orë të tëra, mbasi ka krijuar si panik, gjithashtu dhe shumë lajme të cilat nuk mund të jenë të sakta. Ka vërtet ka ndodhur një dubim shumë i madh në Indianapolis dhe kjo ka ardhur si pasojë forcave federale të ICE ose të emigracionit që quhen ndryshe, që ka zbarkuar presidenti Trump në Minnesota. Edhe jo vetëm në Minnesota, në shumë shtete të Amerikës. Kjo ka qenë, ashtu se dim, ka qenë në agjendën e tij përpara se të vinte si president dhe populli e votoi për agjendën që ai kishte, të cilat po e zbaton. Por kur i shikon mënyrën e zbatimit, është një mënyrë ose një metodë e cila nuk është parë më parë në Amerikë. Edhe patjetër kur njerëzit shikojnë ndryshime kaq të mëdha, reagimi i tyre mund të jetë shpesh mund të jetë dhe i befasuar. Dhe siç ka qenë në Minnesota, por edhe në disa shtete tjera siç në Kalifornia dhe madje edhe në Philadelphia këtu në Pennsylvania ku jam unë, ka patur demonstrata dhe patjetër që demonstratat është drejta themelore e një njeriu në Amerikë. Bëhet fjala për demonstrata paqësore. Tash në demonstratat paqësore gjithmonë ka dhe element të cilët janë keqdashës. Në Minnesota specifikisht më të shumë demonstrata filluan mbas vrasjes së një personi nga ICE, Renee Good. Dhe fatkeqësisht kjo ishte kapur ose fatmirësisht ishte kapur nga video të shumë personave që ndodheshin aty dhe automatikisht njerëzit krijojnë atë fajsin ose pa fajsin bazuar në disa klipse të videove. Patjetër që dhe shteti amerikan nuk është i mësuar me të tilla dhuna siç ka ndodhur në këto momente gjatë zotit Trump dhe për këto ka shumë arsye sepse ndodhin dhe gjithashtu reagimi i tyre ishte por aq i shpejt, reagimi i demonstruesve për këto sepse e menduan dhe mendojnë akoma se fajin e kishte ICE agents apo agentët ICE dhe zoti Trump për dërgimin e këtyre forcave. Kjo kanë dedikuar shumë marrëdhëniet ndërmjet shtetit, qeverisë lokale dhe qeverisë federale, gjëra të cilat janë bërë publike, madje janë dhe disa çështje legale të hedhura në gjyq nga pushtetit lokal për pushtetit federal. Të dy vrasjet që kanë ndodhur janë në hetim, ne nuk e dim të gjitha faktet, po dalin edhe video të tjera të zotërisë i cili u vra dhe u gjet edhe me pistolet në një miting. Megjithatë, jeta e një njeriu është më e vlefshme se çdo mas tjetër. Por po e shohim këtë në shtetet me shumicë demokrate, ku guvernatori apo meri i qytetit kryesor nuk e pranojnë ISIS-in, kërkojnë që të largohet.
nuk është dhe i urdhërojmë policinë lokale që mos bashkëpunojë me Federal Force, me FBI apo me ICE. Nuk e shohim në shtetet të tjera ku ka arritur një farë marrëveshje midis policisë lokale edhe ICE-it, ose për shembull këtu në Michigan ne nuk kemi hasur, pavarësisht se drejtohet nga demokratët, nuk kemi hasur situata të tilla, megjithëse edhe këtu ka emigracion të palishëm. Po është vërtet që është emigracioni ose raidet që po bën ICE është shumë herë më theksuar në qeveritë lokale ku janë të komanduara nga Partia Demokratike. Kjo për arsye se në të shtetet ku është Partia Demokratike në fuqi, shumë nga këto qytete janë, si që quajnë këtu sanctuary cities, që është ka ligjet e tyre lokale dhe nuk i ndajnë ato të dhenat e tyre me asnjë informacion me agjendën federal. Çfarë do të thotë, në qoftë se kapet një ilegal, se ka bërë një krim në Philadelphia, që është një sanctuary city, qyteti lokal nuk ka një marrëveshje me federalët dhe nuk i kthen këto të dhenat e këtyre personave tek agjendën federal për kapjen e tyre. Patjetër që në shtetet apo qytetet ku nuk është sanctuary city, qeveria federale ka më të lehtë për të identifikuar dhe për të lokalizuar këta persona ilegal. Mbasi me kapjen e këtyre nga policia lokale, ato informacione direkt kthehen tek qeveria federale dhe qeveria lokale është e detyruar të mbajë këta persona në paraburgim apo burgim derisa qeveria federale të vijë të marrë për të depërtuar. Pra, ky është ndryshimi pse kemi më shumë raid në qytetet që janë nga politikanët demokrat me ata republikanët. Por në këtë mes, edhe ne jemi, ky komb është ndërtuar mbi pas të emigracionit. Natyrisht të gjithë ne mbështesim emigracionin. Ka emigracion të lishëm, por ka dhe emigracion të palishëm për arsye të ndryshme, motive të ndryshme. Në këtë mes ka edhe një numër popullsie, numër shqiptarësh të cilët janë në situata të paqarta me emigracionin, nuk janë plotësisht legal. Si duhet veprojnë këta njerëz për të shmangur, për të qenë objekt i veprimeve të ICE-it apo deportimit? Ne patëm një rast këtu në Michigan, kur një person i arratisur nga Shqipëria, gjatë kohës komunizmit, kaluar në Kosovë, ardhur në Amerikë, pas 50 vjetësh kapet nga ICE dhe deportohet, sepse nuk ishte plotësuar dokumentet. Ju keni edhe rastin procedurat tuaja, po do të ishëm diçka, çfarë t'ju themi, jo për t'ju shmangur lishmërisë në kundrejt ICE-sit, por për të mbrojtur integritetin edhe të atyre të cilët janë në proces dokumentacioni, azili, apo në proceset e tjera që kërkon të marrin një status i ligjor. Ashtu si të tju, zoti Floqi, Amerika është ndërtuar nga emigrantët dhe vazhdon që të drejtohet po nga emigrantët. Historikisht në Amerikë kanë ardhur shumë veta, më të shumë kanë ardhur ilegal, sepse mos harrojmë ishte në atë kohë që nuk ishte ndonjë ligje që duhet të ndiqnit për të ardhur në Amerikë, përsa në vitet 1700. Me kalim e kohës, qeveria amerikane ka kaluar shumë ligje emigracionesh, i ka ratifikuar dhe bazuar në kohën që ka evoluar patjetër dhe çdo person që ka ardhur në Amerikë duhet të ndjeki ato hapat për normalizimin dhe për ardhjen e tyre legale. Gjithsesi dihet që në Amerikë konkretisht ndodhen më shumë se dikush shifrat e 20 milion ilegal parashikohet jenë dhe diçka duhet bërë. Po metoda se si po bëhet është jashtë normave amerikane dhe jashtë shumë herë dhe me pikpyetjen nëse janë bazuar në kushtet në Amerikës apo jo. Këto janë shumë çështje legale që akoma janë në për gjykata ndryshme, ka marrë dhe të gjykata lartë, të cilat
nuk e ka marrë akoma përsipër vendimin nëse këto rejtet që përben ICE janë legale apo jo. Por gjithsesi, njeriu duhet të duhet të adoptoj me ligjet që është në atë vend. Një këshill që do të jepet gjithë shqiptarëve që janë këtu ilegal, duhet që të ndjekin ligjet amerikane, mos bëjnë probleme nga ana kriminale, por dhe nëse ata kanë, shumë ata që janë këtu e kanë një që quhet probation, që duhet të vënë të bëjnë kontrollin një herë në muaj apo një herë në vit shumë nga ata me oficerët e imigracionit, ato viza duhet të vazhdojnë. Nuk ka ndodhur shumë herë në Amerikë në Trumpit që janë kapur persona pa precedent kriminal. Pa tjetër, në qoftë se vend e gabuar, në kohën e gabuar dhe këta persona janë deportuar. Por, qeveria në Trump ka bërë në të shumë të rasteve kanë qenë të targetuar persona të cilët ata kanë ndjekur. Shumë nga këto aratisi ose nga këto persona që kanë kapur kanë qenë në vend e gabuar, në kohën e gabuar, siç kanë qenë në Minnesota apo dhe në New Jersey. Kjo ka ndodhur edhe përpara këto arrestime të targetuara, edhe kur ishte në kohën e president Obama apo president Bush. Gjithsesi, Trumpi e mënyra dhe metoda që kanë ndjekur Trumpi është ndryshe nga metoda që kanë nxjerrë që kishte Bushi apo Obama. Jo, Obama njeh si deportuesi më i madh deri tani faktikisht. Por natyrisht ka persona të cilat kanë mbetur në Amerikë, kanë shkelur afatin kohor të vizës, kanë apeluar për apel dhe janë në procese sipër. A janë të deportueshëm këta persona, se dëgjova që sipas ligjeve aktuale çdo person i cili pavarësisht se është regjistruar mund të jetë i deportueshëm? Në mënyrë që t'jap një përgjigje më konkrete duhet është shumë specifike, çdo çështje është specifike në mënyrën e saj. Gjithsesi, bazuar te ligjet që kanë qenë në fuqi përpara se Trump të vinte president, në qoftë se ju si individ kishit një çështje e cila nuk ishte mbaruar së gjykuari nga ana e emigracionit, atëherë ata t'jep një lejë qëndrimi deri në momentin e fundit ku të merresh vendimin vendimtar për të deportuar ose për të bërë legal. Gjithsesi në disa memoranda që ka lëshuar Trumpi, kjo fatkeqësisht edhe nuk mund të ndiqet siç është ndjekur përpara, por thjesht nëse ke shkelur ligjet e Amerikës dhe ke ardhur ilegal, pa u kontrolluar në kufi, atë ju jeni deportueshëm dhe duhet të prisni radhën nëse duhet të aplikoni, por duhet ta prisni radhën kur jeni në anën tjetër të kufirit, të kufirit dhe nëse të vi rada mund të futen. Pra, shumë nga këta persona janë të deportueshëm, sepse kanë thyer bazuar në memoranda që ka lëshuar presidenti Trump, kanë thyer ligjin e Amerikës që në hyrje, veçana. Personat që kanë ardhur këtu me vizë turistike, që është B1, B2 apo me viza studenti, trajtohen në mënyra të ndryshme, patjetër që kjo varet dhe nga kohë zgjata që kanë kaluar, që nga koha që u skaksaduar viza, dhe nga çështja kriminale, nëse kanë patur padi kriminale apo jo. Çfarë janë problemet më të shumta që shfaqen në procedurat tuaja aktualisht për procesin e migracionit në Pensilvani po dhe në Amerikë në përgjithësi? Çështja më të mëdha që dhe më problematike që kemi patur dashti është problemi i kohës zgjatjes së peticioneve që kemi bërë në gjykata. Ashtu si të dini, këto gjykata janë gjykata federale, të cilat bëjnë këto peticionet për dokumentat dhe shpesh për të vajtur përpara gjykatit për një peticion mund të dojë edhe 5 deri në 7 vjet. Kjo krijon një paqëditshmëri qoftë për klientin, po qoftë për shtetin amerikan, sepse ka një backlog jashtëzakonisht shumë të madh dhe diçka duhet bërë në mënyrë që ose do të merren më shumë persona që ti shikojnë këto dokumenta ose gjyqtar që ti kushtojnë zgjidhjes këtyre çështjeve. Por një problem tjetër që u vu re gjatë administratës Biden është fakti një emigracioni masiv shpeshherë i pa kontrolluar, flitet për 16 milion njerëz,
por në fund fare ju tha, regjistroni në këta aplikacion edhe hyni. A është e vlefshëm, quajnë kjo, vlerësohet tani kjo, nuk e di si. Ai aplikacion që ishte u hap në kohën e Biden, ai aplikacion nuk është më i vlefshëm. Do të doli jashtë përdorimi, nuk mund ta përdorësh me atë aplikacion. Kishte shumë loopholes ai si aplikacion, pasi në momentin që personat ishin disa kilometra larg kufiri duke ardhur, ata mund të regjistrohen në aplikacion, vinin, jepnin shenjat e gishtave dhe lëshoheshin në Amerikë dhe u jepnin një aplikacion, po një datë për 7 ditë për të paraqitur në gjykatë, kështu që e humbnin atë komunikimin shteti federal me këtë person ose me këta shumë persona që kanë ardhur, e humbnin kontaktin me njëri tjetrin për një kohë shumë të gjatë. Dhe nuk dihet se ku këta veta do përfundonin. Kështu ndodhi me më shumë se 16 milion të paligjshëm dhe doli me të vërtetë jashtë kontrollit. Çfarë mund të bëjnë, për shembull, nuk ka patur shumë shqiptar që kanë ardhur gjatë valës së fundit të migracionit gjatë periudhës Biden, apo ju keni hasur në procedurat tuaja? Kam hasur procedurat tona, kanë ardhur disa, unë të thesha se me qindra që di unë që kanë ardhur në bazë të statistikave që përfunduan në dhjetor 2024-s, duke se ishin 890 të regjistruar që ishin ardhur nga Meksika. Nuk i kam shifrat e fundit fatkeqësisht, por to ishin në fund 2024-s dhe ata nëse nuk do qëndrojnë pa çështje kriminale, nuk besoj se do jenë të target siç janë personat me precedent kriminal. Pra, në shtetin tuaj, në procedurat që keni pasur raste të përplasjes pushtetit lokal, policisë lokale me ICE për personat caktuar? Ka patur shumë përplasje, por nuk e di specifikisht për cilat persona, por në përgjithësi pushteti lokal, që është prokurori i Filadelfias, e ka shpallur hapur që nëse ICE do vazhdoj të vinë në Filadelfia, gjë që neve presim në 2-3 javë në vazhdim do vinë në Filadelfia, të njëjtin gjë që bën në Minnesota e kam për të ardhur dhe në Filadelfia, në Pennsylvania. Ai ka shprehur fare hapur zoti Krasner, që është prokurori i Filadelfias, që do t'i ndjeki kriminalisht dhe do patjetër për vrasjen nëse ndodhi një gjë që ndodhi në Minnesota. Pushteti lokal detyrimisht ka shumë fuqi në personat lokal, por nëse ka fuqi për të proceduar kriminalisht, agjentët e ICE që është akoma për të verifikuar dhe do të shikojmë se do ecë, sepse agjentët e ICE kanë një imunitet të thellë që është shënuar edhe nga gjykata e lartë e Amerikës. Një lloj imuniteti është që quhet qualified, që është i mbron agjentët për kohën për paditë civile që ndodhin gjatë shërbimit të tyre. Paditë civile në kuptimin që në qoftë se marrim për shembull Rene Good që u vra nga agjentët dhe familja e saj ka kapur disa avokat të ndjekin çështje civile që për shpërblim financiar për këtë vrasje që ata mendojnë që është e padrejtë. Si agent i ICE është vërtetuar dhe është e konfirmuar nga gjykata e lartë, ai ka mbrojtje në imunitet në fjalë për këtë. Nga ana civile. Gjithashtu, nga ana kriminale, agjentët e ICE kanë absolut imunitet. Po kjo s'do të thotë që u nxe njëri, mori pistoletën dhe vrau. Patjetër. Kjo bëhet fjalë vetëm në qoftë se është përgjegjësia ligjore atë që po bën gjatë kohës së punës. Dhe jo jashtë normave apo praktikës që ke bërë, patjetër. A është shpeshherë i bëhet këshill personave të cilat janë ilegal aktualisht që të mos dalin nga shtëpia nëse ICE troket ose mos i paraqitet ICE? Kjo doli me rastin e një fëmije të vogël që ICE arrestoi të jatin, pastaj fëmia ngeli tek dera, ata kishin frikë ta hapnin derën se mos
nëna ose dhe pjesëtarët e brënd i hynë të ajsin në shtëpi dhe fëmijën u detyruan ta marrin me vete ajs. Që u bë dhe problem në media. U bë pa. Faktikisht, një ICE agent asnjëherë apo një agent federal asnjëherë nuk mund të futet në shtëpi pa urdhër nga gjykata, kështu që nuk mund të futet. Historikisht kjo ka qenë dhe është ndjekur me dekada, me shekuj. Por fatkeqësisht, kohët e fundit në një memoranda që ka lëshuar zoti Trump dhe kryetari i Department of Homeland Security i ka dhënë fuqinë agentëve të ICE dhe DHS, që është Department of Homeland Security, të drejtën për të futur në shtëpi me zor, do të me dhunë. Në qoftë se nuk hapet. Edhe pa dokument, pa? Fatkeqësisht po. Kjo vazhdon dhe po kalon një grup nga Boston, një grup avokatësh nga Boston për të drejtat njerëzit e ka hedhur këtë çështje, më duket se janë kaluar direkt për ta shqyrtuar në gjykatën e lartë, por dhe ashtu nuk kemi ndonjë vendim akoma, sepse shumë avokat dhe unë duke futur aty mendoj se kjo është kundër amendamentit 4 të Konstitutës së Amerikës. Dhe patjetër që nuk besoj se kjo do vazhdoj, ta them pothuajse i bindur për këtë gjë, por ka ndodhur. Kur agentët e ICE apo të Department of Homeland Security janë futur në shtëpi me dhunë. Një këshill që do jep nga patjetër të gjithë emigrantëve është që të mundohen të shmangin mbledhjet në grupe në publik, sepse aty ndodhin fatkeqësisht më të shumtat e arrestimeve. Jetojmë në një kohë digitale kur çdo gjë është diku me video apo me zë, po. Dhe gjëja më mirë është të shmangesh këtyre vendeve publike ku ndodhin protesta apo ku dihet që është normale target i ICE-t. Shini ju se është ashpërsuar politika edhe ndaj emigrantëve të ligjshëm? Nuk besoj se është ashpërsuar politika aq shumë sa njerëzit mendojnë, por mendimi tim është që po zbatohet ligji, sepse shumë nga këto ligje që janë tashti kanë qenë edhe më përpara, por nuk zbatoheshin. Edhe më konkretisht, patjetër që edhe përpara nëse ishte nën shtetas amerikan që kishte ardhur këtu e kishte marrë shtetësinë këtu, në qoftë se ti bën një fraud për gënjeshtrim ose një gjë kriminale, gjithmonë shteti ka patur të drejtën për ta hequr shtetësinë. Tashti, po në Amerikë ka qenë. Po. Unë e di që personat cilët kanë qenë këtu me nërsësi ose me green card, kanë qenë një rast për shembull, kanë qenë në moshë të re, janë ngrindur me grushta në shkollë, në moshë shkollore të mesme 18 vjeç, edhe njëri ka thyer shpatullën atë diçka, edhe personi tjetër nuk ishte më të drejtë për në shtetësi amerikane, ishte hequr e drejta për në shtetësi amerikane, për shkak këtij incidenti rinor, po... Pra, dhe këto ligje kanë qenë dhe më përpara, por nuk zbatoheshin në të njëjtën mënyrë siç po zbatohen tashti. Dihet ajo që nëse ti mund të ishe fajsor për çështje kriminale të rënda, siç është vrasja me mendim, me paramendim, apo dhe për gënjeshtrim, atëherë shteti amerikan e kishte të drejtë për ta hequr këtë në shtetësi. Të njëjtin gjë është dhe kur një emigrant aplikon për shtetësi. Në mënyrë që të kualifikohesh për shtetësinë amerikane janë disa kritere. Një nga këto kriterit është dhe çështja jote kriminale. Në qoftë se ke patur çështje kriminale ose je shfallur fajtësor në Amerikë, atëherë do kalosh një procedurë tjetër që edhe mund të mos e kesh atë drejt për shtetësinë. Unë e di që edhe nëse ke DUI, domethënë e kapur me pije, e humb të drejtën për të marrë shtetësinë. Është e vërtetë kjo? Nuk besoj se automatikisht e humbet të drejtën për shtetësinë sepse je i kapur, i dehur duke ngarë makinën.
ka mënyra që njeriu rehabilitohet, varet se sa kohë ka ndodhur që nga koha që ai e shkapur i dehur në makinë, ai ose ajo person, që janë shumë variante që nuk mund të thuash që e humbet të drejtën vetëm me një të kapur i pirë duke nga makinën. A mund ta humbasësh? Edhe mundet, varet dhe te rehabilitimi që ky person ka ndjekur dhe nëse ka patur më shumë se një DUI, po. Është më vështirë. Atëherë, për ta mbyllur, zoti Sami, zoti avokat, çfarë duhet kem parasysh emigrantët shqiptarë të cilët ende nuk i kanë zgjidhur problemet e migracionit në këtë moment kur është ashpërsuar dukshëm qëndrimi ndaj emigrantëve të palishëm? Ashtu si tham, në Amerikë ka shumë emigrant ilegal, duke futur këtu dhe shqiptarët. Një këshill që do t'u jep nga çdo emigranti ilegal shqiptar është konsultoni me avokatët. Ka shumë mënyra për t'u mbrojtur. Konsultoni me avokatët tuaj, qoftë edhe një konsultim të vogël që ta dini dhe ju të drejtat tuaja si ilegal. Çdo ilegal në Amerikë mund të ketë të drejta për të qëndruar. Kështu që duhet të dishit të gjitha ligjet e Amerikës. Dhe nëse ju jeni në procese sipër, vazhdoni të njëjtën procedurë që keni bërë me vizitat që keni patur dhe që keni schedule me agjentët federal për check-in që shpesh e bëjnë. Dhe gjithmonë u sugjeroj që të shmangni demonstratave apo vendeve ku është njerëzit në masë dhe ka shumë aplikacione tash ku mund të ndjekësh se ku ICE agents janë dhe parashikohet të vend. Konkretisht në Philadelphia parashikohen të vinë këto 2 javë, duhet të jenë të njëjtin, parashikohet një numër masiv i agjentëve në Philadelphia dhe në zonat rrethore. Po, Philadelphia vetë si qytet është sanctuary city, Po, ka qenë... Kjo e drejt nga i lind këtyre, se këta duket si kur janë shmangin ligjet federale këta qytetet që shpallën sanctuary, apo... Kjo është e votuar nga Këshilli Bashkiak i Philadelphias, nëse vendosin të bëhen sanctuary apo jo. Në Philadelphia County, që quhet county, ligjet lokale gjithmonë i zgjedh Këshilli i Bashkisë. Kështu që nëse një qytet apo një county zgjedh të bëhet sanctuary, është komplet vota e këshilltarëve të zgjedhur nga populli. Historikisht që në vitet 1710 Philadelphia ka qenë vend sanctuary. Ka qenë një problem tjetër, pyetje që ndel me emigrantët, është fakti disa emigrantë janë këtu në Michigan, por çështjen e azilit për shembull e kanë në New York, e kanë në një shtet tjetër. Për arsye të ndryshme, apo i është thënë se është më kollaj atje, a duhet të shkojnë, apo ku duhet të vënë këta njerëz? Në të parë varet se ku ke jetuar në ato momentet kur është bërë aplikimi. Si individ, si emigrant, qoftë legal apo ilegal, në qoftë se nuk je shtetas, çdo person që vjen në Amerikë duhet të update adresën brenda 10 ditësh nga data që kanë dëshuar adresë. Është detyrë, është ligj, që nuk duhet kalojnë më shumë se 10 ditë që ka lëvizjet në adresë të re për ta njoftuar emigracionin. Kjo bëhet fare kollaj online, është një formular shumë i lehtë, një faqe, dhe në qoftë se ju si individ keni lëvizur dhe ka kaluar më shumë se 10 ditë, nuk keni njoftuar emigracionin, atëherë jeni përsëri në thyrje të një ligji tjetër. Tash çfarë ndodh, shumë veta që aplikojnë për çështje federale migracioni, si avokat, ne është detyra jonë të shikojmë se ku e kemi përqindjen më të mirë për të fituar. Kjo, duke analizuar nëse gjykatësi është një person që kemi qenë para ti dhe jemi më konfident, po. Dhe shikojmë dhe shumë vendime që kanë nxjerrë përpara këta gjykatës, domethënë është puna jonë që të bëjmë më të mirën për klientin. Në bazë të këtyre përvojave që kemi patur, në bazë të përvojave që kanë patur dhe avokatët të tjerë, mundoheni që të gjejmë një arsye tim për ta çuar një çështje në një gjykatë versus një gjykatë tjetër.
Kjo ndodh shumë herë në gjykatat federale, por në gjykatat e shtetit nuk ndodh. Për çështje migracioni ndodh. Për arsye sepse në qoftë se vete në New York sepse një gjykatës atje është imigrant, i ardhur nga Evropa, teknikisht mund të jetë më shumë simpatetik për më shumë si më jetë më liberal për çështjen. Po. Tash një problem, një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptarë që kanë ardhur kanë kërkuar azil. Por kushtet politike në Shqipëri kanë ndryshuar gjatë viteve. Si janë raportet e dhënies së azilit sipas përvojës suaj? Ka pak, as pak, apo duhen çështje mjaft specifike për të marrë azil për një shtetas të Shqipërisë apo të Kosovës? Në mënyrë që të analizohet situata e çdo personi në radhë parë duhet të ditë informacione specifike. Gjithsesi, në vitet 90 azili, nëse vjen në Amerikë dhe aplikojnë për azil politik, në 90% rasteve ishte pothuajse fituar. Pas viteve 2000, sa vjen është bërë tepër e vështirë. Në 10 ditët e fundit, sidomos, unë nuk u sugjeroj personave ose klientave tim që të bëjnë azil politik nëse nuk kanë fakte jashtëzakonisht shumë të forta. Është një përqindje tepër e vogël e azilit politik që vijnë nga Shqipëria që janë dorëzuar në 10 vitet e fundit që kanë fituar. Është numër shumë i vogël. Sepse situata në Shqipëri ka ndryshuar, Shqipëria njihet si një vend demokratik ku e drejta e njerëzit ekziston dhe nuk ke fakte të forta për azil politik, vetëm nëse çështja e çdo personit është kaq e tillë sa me të vërtetë duhet në azil politik. Zoti Sami, ju falenderit për intervistën tuaj, për faktin që ishit në studio dhe për njohurinë dhe thjeshtësinë se si trajtuat problemet në mënyrë që teleshikuesit tanë të arrijnë të kuptojnë edhe ku qëndron për shembull situata e sotme në Minnesota dhe çfarë mund të presin nëse do ndodhen në mbikëqyrje të ICE apo emigracionit për deportim, masa që duhet marrin për të qenë brenda ligjit dhe për të qenë sa më të mbrojtur për veten e tyre dhe praninë e tyre në Shtetet e Bashkuara. Edhe një herë ju faleminderit dhe miru takoheshim në emisionet të tjera. Faleminderit zoti Doçi. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me avokatin e mirënjohur nga Filadelfia, zotin Sami Zeka. Miru takoheshim në emisionet të tjera.